Kom pas rastet të tilla, edhe mu imi ceknje, kemi qenë para disa vitesh në majë Njezerce. Okej, që është një prej më të Një vështira majë më të vështira në territori Shqipënisë këtë rast. Edhe unë kom marrë vendim u kthy. Shumë afër majës, dimër ka qenë, kemi flejt një natë diku në borë atje, edhe jo të gjithë janë pajtu. Jo të gjithë ata janë pajtu, edhe i majnë mend njerëzit cilët nuk janë pajtu me këtë vendim, janë i shumë gatshëm me vazhdu, mi po ne nuk kemi qenë mirë me kohën e timingu, do thot me komponentën kohore. E qartë. Po, edhe sot ata njerëz janë sportista, disa prej tyre madje kanë edhe klubet vetat, edhe vazhdojnë me qenë të kujdesshëm. Sigurisht tash e kanë kuptuar. Po du me thonë që një guide, një udhërrefys në kushtet dimrore duhet me qenë shumë i përgatitur, duhet me pas kontakte, duhet me pas kontaktet policisë, me pas kontaktet kërkim shpëtimit, madje duhet me pas edhe numrat e telefonit të ambulantave më të afërta, edhe policëve kujdestar që në stacionet e afërta, për çdo rast, sepse ne nuk e dimë çfarë njerëz vinë me neve. Me vërtet. Shpallet janë publike, edhe njerëz mundën më lajmëru, mundën me ardhë, ne nuk e dimë çfarë gjendje fizike janë, nuk e dimë sa janë përgatitur, a kanë marrë ushqim, a vujnë pendojnë në smundje ose diçka të tillë, ose hiç mos me vujt mundet me pa një stres të madh, kur e sheh veten biesh me borë, është hera parë, po supozoj, edhe është problem shumë i madh. Është një problem tepër i madh kur fillojnë emergjencat në kushte dimrore. Verës ja bën dyqysh, dimrit është shumë problem. Prandaj duhet me qenë të përgatitur, duhet me komuniku me vendor, për shembull ne qami të Prishtinës, kur shkojmë deçan ose në Pej ose në Sharr, gjithmonë i kontaktojmë personat afër, shohim ç'është gjendja borës, i pyesim për transport, a janë hap rrugët, a mundet me kalu autobusi i madh, a ka trafik, për shkak se nëse ne duhet ndihma, ai do të marrë shpejt, nuk mundet me prit në trafik dikun atje. Këto janë rreth 21 parametra të sigurisë. A i respektojnë të gjithë të rrëfyesit që kemi në Kosovë këto parametra, dhe që përmendën as ka shumë që Covid fundit i japin vetës titullin e udhërrëfyesit dhe kam binjën sikur jo të gjithë e meritojnë. Ka shumë që i japin këtë titull vetës, mirë po koha ka me i klasifiku vetë. Une personalisht kom shumë kujdes, nuk po du me i paragjyku njës tjerë, e di që e dojnë natyrën, e di që kanë dëshirë me kriju një lloj historie daljeve, një lloj CV-je të quaj, mi po ajo kërkon identitet, kërkon me qenë autentik, mos me imitu shumë, me qenë i kujdesshëm, sepse fundit ne jemi njerëz, edhe dojmë mrami mu kthym familjet tona, të palëndum, maja është aty nëse se ka rritë sot, po du me thonë që hikingu jo gjithmonë është performancë fizike, ka të bërë me socializim, me shoqëri. Ndërsa kjo pjesa më e bukur në fakt. Ka qef, kjo pjesa më e bukur, mu informu njës me zveti, mu njoftu, me hongër diçka, me pi diçka, jo domosdoshmërisht mi rreziku jetën në përmaje të vështira, sepse bora ka shumë struktura ndryshme, nuk është një lloj bore, ka shpate të caktuar me cilët verës janë shumë të lehta, po dimrit paraqesin rrezik. Shtigjet verore nuk janë shtigje dimnore, do dimrit ka tjera shtigje. Ndoshta këto njerëz e mësojnë me kohë, e mësojnë pe përvojës, edhe po shpresoj jo pe përvojës të qija. Po dëgjojnë pak, komunikojnë, madje ne si komunitet kemi nevojë mu bo bashkë me bisedu kanë për këto probleme, sepse rrit sigurinë edhe rrit ardhjen e turistëve të huaj.